Vuani nga pagjumësia. Kjo recetë do ju shpëtojë nga ky problem. Nëse po keni probleme për të fjetur, është koha që të hiqni dorë nga barnat e gjumit dhe të provoni lëngun e vishnjës. Pija e këtij fruti është e njohur për përbërjen e lartë të sheqerit, por ullëntimet kanë zbuluar se mund të mposhtë pagjumësinë dhe të rrisë kohën e gjumit. Kjo pije, mes të tjerash, është treguar e aftë për atletët profesionistë edhe për të rritur performancën e tyre. Me tani, dy studime kanë treguar se lëngu ka aftësinë për të ndihmuar në rregullimin e problemeve të gjumit. Miguel Mitchell, nutricionist në Health Step Elite, tha se pija është pjesë e rëndësishme e protokollit të shërimit të problemeve të pagjumësisë, dhe shtimi i kësaj pije në dietën tuaj do të jetë çelësi më i mirë edhe për të evituar problemet e pagjumësisë. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit.